Jemi tani në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkohen në këtë moment, gjithashtu mirëmëngjes te telefonata e parë për ditën e sotme, mërkur 7 maj 2025, telefonata për shëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i dashur te Pelenas. Mirëmëngjes zotëri. Unë jam Qazimi nga Fratri Gëlqyës. Po. Tani besoj se të njohin gjithë Qazim që nga Zëri. Po jam që në 96 unë këtu që flas që me bashkimin. Po më vjen keq që një pjesë komunistashve nuk vjen mirë që flasim ne të përndjekur politik. Gjithë janë barabartë. Jemi ne ata që jemi përplasur me dinosaurin komunist. Dhe kjo partia sot është ish partia komuniste, marksiste, leniniste, e themeluar më 8/41 nga një homoseksual. Dhe këta sot kanë marrë pushtetin, ai e ktheu aveu në tela me gjema, me burgje internime, kurse ky po largon shqiptarët dhe kërkon të vinë në pushtet. Nëse do kemi në pushtet deri në 2030 e të vinë Krisaq Ramën, Shqipëria nuk do ketë më shumë se 1 milion pleqë dhe plaka. Sepse ky po e varfëron këtë vend. Ky ka ulur rrogat, pensionet, sepse ngret taksat, rriten çmimet. Se mund ore kjo puna se lek bën 6.000 lek thot aty te rrugë Elbasanit. Po pse ma vjetë kam ngrënë për vjet për 4.000 lek. E po ne paguajmë taksa thon ata. Po pse ma unë do të paguaj taksat tuaj? Po pse kush do i paguaj thot ajo? Imagjino se ç'bëhet këtu o popull, këtu po largohet. Në një orë largohen 4 shqiptarë. Si do të vinë në pushtet ky për herë të katërt? Ky që po grabit çdo gjë, po vjes çdo gjë. E majta me djathtë dhe dore djathtë janë mbasi, janë zhvillim, janë dignitet, janë bollik. Dakord. Mirë Qazim. E majta është varfëri, është hajdutëri, prandaj Edi Rama është një hajdut, një kriminal. Faleminderit që më dëgjove. Mirë Qazim, faleminderit për telefonatën. Të uroj gjithë mirat në vijim, ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes gazetar. Mirëmëngjes i zonjë. Evropa, Amerika, gjoja dananizmoj, Edi Rama po vjeh votat për si për para. I ka qua ata patronazhistat me biciklet, me motorra, me makina, der. Po tani po i vjedh apo po kërkon votën? Po i vjedh tani apo po kërkon? Ata po i lejnë votat si në jashtë shtetit, po bojnë loj dollavere, po partia demokratike të ketë kujdes se po dërmohet sa Liberisha vetëm. Ata demokratët, ata deputetët, ne të hapin syt, se po të fitun këtë herë, ata s'kanë gjomë të rëzi. Popli shkret, iku në nërë, po fitoj një herë Edi Rama. Ne pikim dhe ne plej, se s'kipi që të hamë 100.000 lek tu. Që ti bojmë 100.000 lek që 2 ditë ka. Ma mirë t'ikin pastrojmë të halet e botës a ne, edhe të rri Edi Rama ma të gotët, ma të gratë këtu në Shqipëri. Ne të ka zerë loj vavësh, e ne të lojnë në steket, a i sot bufë sa lirë, ajo bo bufë vetë. A i na morim qafë, mjerë popli shkret, po t'i fresi menjës, mos rrët me i 5 me i 5.000, mos e hongë të 50.000. Tja japi votën Edi Ramën, mos e hongë. Hajde shneta gazetar tjetë. Faleminderit zonjë për telefonatën, shëndetet mira dhe juve, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje zotëri. Po që janë këta i flasat ti, more, nuk që janë këta ignorant, more, që në Sabah, more, që kanë marrë këta njerëz, more, a i që në Balabani, a i mirë ashtu, po, kjo gruaja, janë të marrë këta, që kje. Po pse mendon se janë të marrë? Po mendoj kështu sepse... Edhe pse i ofendon? Po i ofendoj sepse a i nuk di qëtot, a i burgos, uri kam qenë në burg, thot, po i ka qenë për vjetën në burga i vras, së s'ka qenë për politik. Ti e nje? Ata vjetën edhe... Nerve sharë vetë këtë të tia, po jo... E nje them zotrin, e nje zotrin. E njo mos si se njo, na i të them. E njo mirë, na i të them. A i është një mut, i me nderë, më fakti që sa base, nuk duhet të thush, ja? Po tani, bën biografin këtu, e mbyllim... Haj, zotni. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po, zotri. Tani, unë jam lidhe me ju. Po, je drejt për drejt, zotri. Jam drejt për drejt. Ki parafolësi dhe tjetë njëri privilegjumi i regjimit dikushëm, dhe s'ka drejt të fëndoj njerëzët të tjerë,
Na dëgjon zotëri? Nuk e di nëse është më zotëria. Po, jam në linjë. Po, thuaj e, po. Kjo është pjellë e partisë punës, e bia i ngjan nanës. Mos ju kthe me tjetër. Me çdo kush duhet me marr pushtetin me gjak, po duhet marr me vota dhe jo me gjak si që kanë në ligje këto. Dhe turp e faqën e zez pas Edi Rama, që ka nda burrët nga gratë nëpërmjet thonjeve Qyrik, edhe me fëmijët e fëmijës të ati të thonë gjanat nudet që nuk i përmend kërkush, jemi jashtëzakonisht të paknaqë, ato le ta bëjnë zgjedhjen e tyre, por me një edukat personale dhe siç na ka hije ne si kom. Jena shumë të paknaqë. Ai po bën patronazhistin, ai po bën dallaverën, ai po bën të gjitha ato që ai të bëhet se këte e marrin kriminalet në pushtet. Se njohën priardhën e tij, një pishpira kolegës edhe djali Krishtasam se s'ka në gjë pa bë në këtë vend. Shet në utesh po ai. Ju përshlet. Faleminderit zotëri për telefonatën. Gjithë mirë në vijim, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotëri ose zonjë, përshëndetje. Përshëndetje zotëri dhe urime për emisionin. Faleminderit. Më thuaj. Është po. Dihet që në fushat e di një shan, një bërtet, e di se të se madhi ditëra golli në vëndin tim dhe vëndin tëm, një rikruet e tetit e dhëm. Të është një ka ndjenjë, po du të ke dhe arsye dhe logika për ja. Pa tjetër. Edhe gjithmonë, arsye dhe logika do t'jetë një ndjenjën. Po pa të ndjenja, një indikuar në logikë pastaj. Arsye do t'jetë gjithmonë një ndjenjë, të kuptojme. Përgjoj aty që një shanë Saliu në një shanë Edit e një ky me fjallë ofenduse që nuk është as kultura se të ka për mendimin tim. Nuk ketë sa ofendua dhe shanë. Të është shkurtimisht, i baj një pyetje i shoku tim, unë nuk jam as i parti. Nuk kam as i lo dokumenti partijë në qëtë. Zero. Ashtu. Edhe bëj e pyetje, ore thështë, kush vlen më shumë për ty, leku apo jeta? Pyetje teke pa jo. Kush vlen, jeta apo leku? Qa të tha? Në tha vje kejta jeta që leku, thare. Jeta, tha. Po mirë tash, gjatë kohës të qeverisës, së Sali Berishës, sa vran? Lek, në kush mirë, voj, nuk për kjo e fare. Po sa vran? Po vran të godja. Po mirë 12 vje që ka qeverisur në djama. Sa e vran? Asi. Edit të tashiros mlenir ati këtë kafe. Mirë pashë dhe juve, faleminderit zotëri për telefonatën, gjithë mirat. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje zotëri. Jemi qytetar në qytetit Tiranës. Po? Dhe kam i vrejtë për kanalin tuaj. Po. Televizin. Juve gjithmonë, siguri keni regjistruar numrat e disave që flasë vetëm kundra PS-s dhe ata ja vjepin me njëherë fjallën, ne të tjere që i bi me 100 herë nuk ne është. Fjallën e keni zotëri, përzgjedhja nuk është fare nga ana jon, as numrat nuk i shohim, kështu që direkt hapim telefonin, kush ka plinjën. Po, thash jam i qytetar në Tirana dhe jam i maqë. E si ma që jam këtu në shtëpinë time nuk arru as në PS-ja, as në PD-ja që të bëjnë propagandë, apo të më kërkoj vot, apo shumë. Se tëra këto që flasin ata aty, se për këtë ju ka marrë, jam shumë i natosur, janë intriga. E me intrigant nuk duhet të njoni, për duhet të njurë fjale e popullit. Pra, cila pjesë ju acaroj, ju nëzeu? Mua më zeu a i që thonë po vend, po vili votat. Votat bëhen 11 maj, nuk bëhen sot. Qose një, për shembull një... Po. Si që për shembull që një kandidati i lagjës son, që vjen e takon popull, që nuk do thonë se po vjen votën. Pa tjetër që jo. Pikërisht, kam qenë disa herë në kafe, ka ardhur zonja
dhe kam shumë respekt për këtë zonë ajo tabaku e PD-s, dhe në mënyrë më njerëzore, ai na ka takuar, ka ikur, nuk ishte vjedhje vote kjo. Po. Absolutisht. Prandaj të tërë ata që flasin, ata që kanë, që thonë jo po vjedhje votat, jo po bëj këtë, jo po bën atë, ata janë mashtruesa, gënjeshtare. Tani ju se dini çfarë ndodh në përtej lagjes tuaj apo jo? Më ndërgjeta them shpesh votat votohet në 11 maj, nuk votohet sot zoti gazetar. Të kuptova. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën. Uroj sukses e popullit shqiptar në votime. Faleminderit, gjithë mira dhe juve. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, vëlla. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Më thuaj. Jo, se halli im është edhe, si të thuash, është për të qarë hallin dhe s'është për të qarë hallin. Unë jam qytetar amerikan. Po, erdha këtu në Vlorë për të kaluar pensionin tim pleqerim, mbas gjithë kësaj kohe që Edi Rama ngre të madhe që ne emigrant nuk e quaj vetë emigrant, se jam qytetar amerikan dhe mërgjimtar që kthesh, po. Po, të kthem, të vazhdoj se dua të bëj diçka për këtë vend. Erdha këtu ka 3 vjet që më kam mbyllur hyrjen në pronën time. Edhe ku nuk kam shkuar, çfarë nuk kam bërë. I kam lajmëruar gjitha institucionet. Shkoj dhe bëj dhe letra Edi Ramës, nuk më kthet përgjigje asnjëherë. Shkroj për Shqipërinë që duam. Vazhdon në njëjta proces. Më kthen përgjigje tash mbas 3 vjetëve. Mbas 3 vjetë më kthen përgjigje që do ta bëjnë çështën këtë, po është pak më e zgjatur. Unë se kuptoj çfarë çështje. Unë jam lindur e rritur në atë shtëpi, kam ndërtuar atë shtëpi, edhe sipas ligjit të 92-shit, unë kam pronën time. Dhe është e drejtë ligjore kushtetuese që duhet të lejohet aksesi te prona. Vetë kjo qeveri ma ka bërë atë. Kjo më mbylli portën. Edhe unë se marrë në mend tash si ky guxon ose ky s'është i qartë me këta drejtues që ka me si thosh me qeverin vendore të Vlorës, ose nuk e di si e drejton këtë vend ky njeri. Ne ecim atje vërtet, ne kemi marrë një si thosh, kemi marrë një drejtim tjetër, kemi marrë një kulturë tjetër që ligjet do zbatohen si për një dhe për të gjithë, jo kush ka rishfete mund t'i japi apo kush ka miq. Tani e mendon që të kthehesh prapë në Amerikë apo? Po nuk është problemi aty, problemi i kësaj, si guxon kjo qeveri të më mbyll derën më të lutem shumë. Pa dakord jam unë atë që unë kam fëmijë atje, kam nipër, kam besa. Edhe të votoj këtu, po për këtë do votoj më të lutem shumë. Për këtë qeveri që më mbyll derën jashtë kone e Enver Hoxhës, mund të themi që ka bërë gjithë të liga, e nuk më mbyll derën. Si kjo qeveri ta guxon dhe të thotë që prit mbas votave, më thotë një tjetër. Mbas votave. Unë tash ju proces gjyqësor keni hapur zotëri? Po hapa shim, po përse do të hap procesin gjyqësor kur kjo është. Sepse garantohet me vendim të formës prerë nga gjykata, aksesi te prona është një klauzor ligjore që detyron nuk e di e kujt është prona toka nëse është shtet apo jo, që ty të garantohet, po, që të garantohet aksesi te prona. Pra, është detyrim kushtetues edhe është e sankcionuar me ligj. Prandaj them që marrësh të paktën një formë ekzekutive nga gjykata. E kam hapur gjyqin dhe gjyqi mbas 3 vjet dhe mezi po u hap dera për të pas 3 vitesh. Pas 3 vitesh. Ja po të flasim ashtu. Unë atje në atë shtëpi vëllai dashur, 2 prindërit e mi kanë në frymën e fundit dhe një djalë im. Nuk kam guxim të vetë qoj tu felule në shtëpinë time, ku jam lindur e rritur e ka pritur 4 fëmijë. Kjo është për të vënë, nuk e di, si mund ta gjykon këtë procesin tim. Përse e bëjnë, nuk e di, për ta hequr prapë në ky vend, për të na larguar. Unë kam larguar mbi 30 vjet. Nuk e di. Pa një lloj dokumenti vin Bashkia Vendore me një firmë që bëri atë urbanistikën, është gjë e mirë. Po, si të më mbyll derën mua pa një dokument, pa një tutje, pa një tukur, duke e thënë një tjetër që mbyllja portnati, se ka ikur, ka vdekur, në Amerikë. Si të mund të mbylli derën time? Tani, derën ju ka mbyllur, domethënë është tokë shtet para pronës suaj? Jo, më rasgjë është u bërë rruga, unë kisha portën kryesore aty. Dhe jo kanë zënë?
edhe ata bën një mur mbajs edhe bën trotuarët edhe rrugën, ishte gjë e mirë, nuk flasin që Dhe nuk të lanë akses te prona jote. Nuk më lanë fare, më mbyllën, duke i thënë një personi që mbyllë, se pa një lloj dokumenti. Unë kam dokumentet të gjitha që jam lindur, rritur në shtëpi, vija çdo behar, vija çaj halli me njerëzimi, nuk diskutojmë asnjë që kam dhënë e kam bërë, nuk e se janë njerëzimi në fundit. Janë marrëdhënie familjare ato pastaj. Po si kjo, mirë dakord. Ata që kanë ato influencë nga po si e mbyllën këta pa një dokument. Unë jam për legalizim, tashi ai personi, një nga ata persona që është aty, e ka hedhur shtëpinë time, e ka hedhur në emrin e tij. Tashi si të bëjmë, çfarë është kjo bëhet? Nuk u bllokua legalizimi aty, ju bllokua legalizimi. Po sepse unë bëra ndërhyrjen time, po që nga fillimi, si ka mundësi kjo qeveri apo vendore këtu në Vlorë të mbylli këtë, të mbylli deri në shtëpisë. Të kuptoj zotëri, do të lësh një numër telefoni nëse do ta bësh rastin tënd publik? Patjetër, tash më kërkojnë të krijojnë vota. Ja votën. Ja, ti je ti në vendin tim. Të kuptoj. Nuk do të shkoj më larg. Do më japësh numrin telefonin këtu? Po, ma thuaj. Një minutë. Do të jap Amerikanin se këtë shqiptanin e ke, që ka marrë. Okej. Amerikanin gjej në WhatsApp, po? 253 po? 389 po? 6172. Në rregull. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën. 001 si që ka fillimin e saj. Po. Të uroj shëndet. Gjithë mirë edhe juve, më vjen keq për situatën tuaj, gjithsesi do kontaktojmë vijim. Presim një tjetër telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Mund të flas? Patjetër që po. Po pse, nuk jam lidhur me televizorin unë. Je drejt për drejt zotëri. Atëherë, jam pensionist. Po. Dhe si pensionist, mas të dolem pension, kam punuar si një rrethallëxhi. Po, të kuptoj. Kam pagu sigurime shoqërore. Ligji thot që po more pensionin dhe punon, nuk e merr. Kështu që pensionin, shiko zotëri, nëse ti nuk i ke plotësuar vitet e punës, i kam plotësuar, i kam kaluar gjitha, kam kaluar prap edhe 5-6 vjet tjera. Pensionin duhet ta marrësh. Pensionin e kam marrë, po sigurimi që kam derë për 5-6 vjet, ku shkojnë? Xhep. Nuk shkojnë, ato shkojnë te buxheti i shtetit, por nuk të kthehen më. Qartë, për kjo është hajdutlik për me popullin, se për vete kanë status. Nuk të shtohet as tek vitet e pensionit, as te masa e pensionit. Qartë. Ato për vetë me vetë vejnë klauzol, po të këshjen deputet, ke pension posaçëm, po të këshjen qeveri, ke pension posaçëm, po të jesh popull, thot shkel me kam. Kjo është? Të kuptoj. Por, kështu është legislacioni, kështu e kam bërë, të ti ke shumë drejt. Askush nuk merret me këtë punë, pra, për popullin. Merren vetëm për vete. Të kuptoj. E qarë zotëri? Unë e bona që të ngjohet edhe të ngjojnë të gjithë. Pra, që këto qeveri që kemi mendojnë vetëm për veten e vet dhe jo për popullin. Do e diskutojmë me zotin Krytim Hoxha. Po. Do të kthejmë rrapsh. Pra ju keni 6 vite që keni kontribuar dhe nuk ju njihen. Nuk bëhet rrill llogaritja pensionit, prapë ç'është se ka të bëj për mua, nuk rremi të shtoj mbi atë që ke pagu. Por atë që ke pagu duhet i morrësh. Se po të shkosh ke privati, i kalojnë të lek nga shteti, ke privati e merr shteti pensionin. E kuptova. Faleminderit që ngritet si shqetësim zotëri. Përshëndes, të uroj gjithë mirë, duhet trajtojmë në vijim me zotin Hoxha ose me zotin Kondi. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes, djali më i kullueshëm që nuk e bën më nana. Mirëmëngjes zonjë, përshëndetje. Ta turp të kenë, se ta kur janë në pushtet asfisin për popullin. Ne kemi rojtur keq edhe më keq. Dhe në kohën e Enverit kishin ca të drejta, sa do diktatur, këtu njerëz nuk flasin se iqen nga puna, këtu njerëz nuk flasin se u prisë shtëpia, nuk marrin ndonjë certifikat, po të vemi dhe ashtetit nuk na qas njëri ore. Po këta nuk e di çfarë janë, më nuk u ngop kanë. Megjithatë Rovë Zao Rama
rosh këllëzim Berisa, rosh i tërshmit e politikanve, rosh i këta bleshi rove nga më të shtrenjtat, bashkë pushime në hanë, jo, ke gjiri lazit e ande nga ven. E shqiptarët paguaj 10 emë shumë ujnë, paguaj 10 emë shumë naftën, paguaj 10 emë shumë ato dritat, edhe aty të rinë si qani, letrin me trin, të vrite për një pasqyrë, të vrite për një femër, të vrite për një vend parkimi, nuk e di, rini o shqiptar, rini, se kështu keni rojtur, si qeni. Mirë zojnë, faleminderit për telefonatën. Kjo ishte telefonata e fundit, pas pak do t'jemi me mjekun Shkëlqim Balili.